Miqtë Prizmos, ju besoj e kujtoni që Albin Kurti e Lvizja Vetëvendosje i thot për shtetin e tyre, sidomos shtetin partjak tyre, jo Kosovën, po them Kosovën si demokracinë më të madhe dhe më të pagabueshme në Ballkan. Domethënë, ata janë demokracia më e madhe sipas Albinit, Dejon Amialit dhe asaj Gërvallës, më e pagabueshme, më e goditur, është demokracia e re, po më e madhe e Ballkanit. Shitmenjet e një fshati dhe një deliri ideologjik tipik post jugoslavistë dhe një marksist-leninist si ultramajtisi Albin Kurti. Ngaherë edhe në sovranitetin nacional socialist, gati fashist Albin Kurtit. Mirë po, çka ka ndodhur? Një nga këto krenarit ishin zgjedhjet. Zgjedhjet jo vetëm që s'kan sjellë zgjidhje në Kosovë, bile është i vetmi vend në Ballkan që vazhdon për një vjetësh nuk ka as të ngritur strukturat e kuvendit, as qeverinë e re. Kjo demokracia më e madhe e Ballkanit nuk ka qeverisje, qeveri të re, mas zgjedhjeve. S'ka zgjidhje. Shkurt muhabeti dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Janë bërë edhe zgjedhjet e tjera të pushtetit vendor ku nuk ka fituar Lvizja Vetëvendosje, ka marrë 1/3 e pushteteve, pra opozita është gati 60%, 70% edhe këta janë më pak, shumë më pak. Dhe njëkohësisht në Mitrovicën e Veriut janë dalluar elementë cilët po të kishin bërë vaki në Shqipëri, shteti do ishte hedhur në erë. Domethënë, letra me numër serial të papërputhshëm edhe pa numër serial fare. Imagjino në Shqipëri ti japësh flet votimi pa numër serial ose të ngatrushëm, që nuk është rendor. Edhe shumë element tjerë, ku në 2011 Kurti, pse kishte munguar lampa zbuluese, vetëm 2 orë në Mitrovic, donte të përsërisesin zgjedhjet. Kësaj radhe, fletët e votimit janë pa numër serial, ka flet votimi 10 flet votimi që s'kan numër serial, mund t'i përdori gjithkush edhe t'i voton me një pa numër serial, edhe ata janë, jo vetëm që janë null, po mund t'i përdori gjithkush, dhe e dyta janë me numër të ngatruar serial. Nuk vazhdon, bje fjala 51, 52, 53, 54, po me numër që, siç, ku diun, një renditje e cila s'ka kuptim, nuk konsiderohet ma renditje. Dhe këtë tash e shet për demokracinë më të madhe dhe zgjedhjet më të mira, dalin rezultatet më të mira të menjëhershme, Albin Kurti, partia Lvizja Vetëvendosje dhe gjithë majmunati i tij, i cili sigurisht i ngjan si 2 pika uji të dikush me son këtu, sepse sigurisht treshëritë i tyre janë lëvizjen midis enverizmit edhe jugoslavizmit, ose një jugoslavizmit, që turprojnë edhe atë që është edhe më i qartë për kohën e sotme. Qa desha të them? Asgjë nuk desha të them. Thjesht një palasholek i cili sigurisht dëmton pikërisht atë që duan të thonë demokracia më e madhe e Ballkanit. Demokracia më e madhe e Ballkanit ose Kosova sillet si dementja më e madhe e Ballkanit, ku mas një viti zgjedhjes politike, jo vetëm që nuk kemi zgjedhje, po kemi ngërçin institucional, politik, dhe ndaçi dhe ju dhe folklorik o filozofik më të madh në Ballkan. Dakord miqtë e mi? Miqtë Prizmos, dje ka ndodhur një nga ato krimet të cilat sigurisht nxjerrin para një shoqërie, para shtetit të saj, para politikës, para drejtësisë, organizimit në përgjithësi, institucioneve të ruajtjes së rendit, zbatimit ligjit, i thonë sot. Unë kam fjalën gjithmonë përpara shoqërisë se çfarë kemi ndërtuar dhe çfarë kemi bërë deri tani. Nuk është fjala se edhe unë duhet bëj të keqin këtu dhe them si në një objekt strategjik në Rinas ndodhen element tillë. Kjo është në drejtimin vizual dhe e shpirtëror e ndjeshme menjëherë, të gjithë mund ta thonë. Duhet mirë kuptuar edhe ata që e kanë dhe si armiqësi politike, sepse të gjithë mbajnë mend një grabitje furgoni
në rrugën e Rinasit, të gjithë grabitje po ashtu në pistën e Rinasit, dhe tani një ekzekutim me një vrasje e një plagosje që praktikisht është me 2 vrasje, tipike ekzekutim larje sapes ose kontradikt mafioze, dhe njëkohësisht plumba që marrin pastaj xhama dhe ndërtesa. Domethënë pa pyetur nëse aty kalojnë apo nuk kalojnë njerëz. Fati i mirë, e deshi që mos plagoset në një pafajshëm fare në rrugë. Një vend ku qarkullohet, një vend që ka ndoshta më tepër se 10 kamera, ka qindra kamera. Vetë policia, vetë shteti, bashkia, gjitha kanë 10 kamera. Aty edhe pikërisht bizneset kanë 10 tjerë, bëjnë qindra kamera. Vetë aty ku ka ndodhur, janë kamerat të stërmëdha, të ngritura, të cilat kontrollojnë në 360 gradë gjithçka. Edhe ajo që duhen diskutohen janë disa pika. E para vendi. Ballas, haptas, pavarësisht të maskimit, pavarësisht të maskoju sa të duhet sot. Kamerat kanë një fuqi të tillë që tregojnë mënyrën e ecjes, masinë e trupit. Mund të maskohesh sa të dush, vendosësh maskë, ta fshesh fytyrën në gjitha drejtimet. Disa element lëvizjes trupit, këto nuk mund t'i maskosh dot, janë pjesë e një kromozom, një ADN e cila dikur të padit. Marrjen e makinës, daljes, ndjekjes, dikur e ke hequr, e ke vendosur atë maskë, duke qëndruar mbase janë maska speciale të cilat ndryshojnë fytyrën dhe është një fytyrë tjetër. Por gjithsesi rrugët dihen. Ekzekutimi me kohë të pritshme, paralel edhe pastaj sigurisht ndalja për të ekzekutuar. Kanë pasur kohë ta bëjnë edhe këtë punë, dhe sigurisht edhe largimi. Me po të njëjtën mënyrë në drejtim të Niklës, në drejtim të rrugës Fushkryes, nga mbrapa aeroportit. Një renari i çuditshëm edhe njëkohësisht i përdorshëm për të tilla elemente. Pa Iran pjesës autostradës, po rrugët dytësore të cilat të largojnë nga aeroporti dhe të fusin pastaj në rrugën që lidh Fushkryen me Tiranën duke kaluar nëpërmjet Kamcës. Gjithë ky aksion pa një pjesëmarrje policie, pa një vëzhgim, pa një ndjekje, siç e kemi parë nëpër gjithë aksionet e policisë që shpeshherë dalin, dikur dallohet se kush është ajo makinë dhe kur është bërë ky atentat, dhe në 2 minuta një makinë policie vihet në ndjekje ose vehet një post blok, absolutisht policia në mungesë plot. Për më tepër një polic, megjithëse për kohë të vogël, tani, shpejt, i AMP-s, agjencisë, kontrollon sigurisht policinë. Agjenci, në duke e pavarur, por që varet direkt nga ministri punëve të brendshme tona, ministri i rendit, që ka drejtorin dhe që ka njerëzit teorikisht të përzgjedhur, por që konsiderohet si agjenci e pavarur, që është agjencia e kontrollit të policisë, raportimeve dhe është ndërtuar për të kontrolluar abuzimet e policisë dhe sigurisht bashkimin e saj me krimin. Dhe këtu është e gjithë e keqja e madhe. I gjithë ky aksion, i mirë përgatitur dhe përtikur në një zonë e cila është e pakontrolluar sot e kësaj dite. Të gjithë e thonë këtë punë, nuk është vetëm punë specialistësh, si gjithë policia që e pranon këtë punë. Zona e Niklës, ku ndodhen 1000, është zonë mbrojtëse dhe një pjesë e Fushkryes, sidomos ajo që ka të bëjë lidhje me ato ish furrat e famshme. Aty ku shkojnë e digjen makinat ose aty ku përfundon aksioni dhe pastaj fshihen. Është si një zonë e dikushme që marrin malet, thonë dhe ti nuk i gjen më. Funksionon si në kohë kaçakësh. Është një zonë jo e kontrolluar dhe jo në dispozicionin as në zotërimin e rendit në Shqipëri. E gjithë zona e Niklës. Tashti këtu nuk kemi të bëjmë më me të merrem me pasojën. Pasoja ishte një antar i grupit të Shullazit, asaj që quhet band këta e shpallin vetë. Shefi i madh është në burg sigurisht, por ky shefi i vogël i cili u ekzekutua edhe normalisht janë jetë njerëz që i ikin kështu. Pavarësisht se
se si klasifikohen ose deklasifikohen kur ndodh një ngjarje e tillë kriminale, ka të bëjë sigurisht me marrëdhëniet midis bandave, me prishjet e pazareve, me zotrimin e territorit për shumë elementë tjerë që fillojnë nga droga dhe deri ke rishveti, deri ke korrupsioni masiv, lidhet me politikën, të gjitha janë brenda për brenda në ngjarje të tilla që të kujtojnë me të vërtetë pastaj një moment të një shteti i cili nuk ka kontrollin, sidomos për element të sigurisë lartë që quhet edhe një aeroport. Këtu duhet i themi kështu në qetësinë maksimale, po këto janë të vërteta. Dhe ajo që unë çoj si element parsor është që ne nuk kemi ndarë për 35 vite, as me regjimin e Berishës, as me ardhen e nanos më vonë në pushtet Partisë Socialiste mas 1997, e cila shkatroi çdo marrëdhënie normale të një shteti i cili po dilte nga diktaturë dhe futesh në demokraci, duke u futur në mes dhe deformuar në përgjithësi demokracinë. Shkatruar, fyer, ndyrë, nxjerrë në trotuar si një prostitute e keqe, pikërisht demokracinë. Për këtë ka shkërbyer 1997, që është një vepër e përbashkët e regjimit Sali Berishës dhe atyre që sigurisht po i bënin gropën atij regjimi dhe njëkohësisht po përgatiti një regjim tjetër i cili mund të ishte 5%, 10% më i mirë, por që solli edhe i pasojat të jashtëzakonshme. Në keqësimit e situatës shpeshherë të krimit, korrupsionit dhe njëkohësisht edhe të rendit, të mos kontrollit territorit. Unë e di që regjimet përgjithësi e kontrollojnë territorin. Janë diktaturat që kontrollojnë diktaturë. Diktatura kontrollon gjithçka. Të fut frikën, të persekuton me faj dhe pa faj, të heq të gjitha të drejtat dhe lirit, dhe sigurisht ajo kontrollon pastaj territorin. Është sistemi i frikës si funksionon. Por regjimet hibride dhe njëkohësisht regjimet që mundohen të imitojnë diktaturën në disa aspekte politike, krijojnë pastaj mundësinë që diktatura të përsëritet në disa elementë që kanë të bëjnë me politikën dhe ideologjinë, dhe të zhvaritet, të largohet, të degradohet në kontrollin e territorit, duke lënë një pjesë të territorit për leverdit saj në dorë të krimit. Ndodhin pikërisht këto. Dhe këtu ka një element të rëndësishëm. Për 35 vjet policia jonë nuk u nda kurrë përfundimisht nga krimi. Nuk ndahet dot. Nuk ndahet dot. Unë jam i bindur që nuk ndahet dot. Është humbje shprese. Nuk duhet presin. Shiko, është mësuar Sali Berisha të bëj këtë punë dhe shumë pjesë të politikës, qoftë edhe Edi Rama dhe shumë të tjerë, që shkojnë 80 vjeça dhe pastaj t'i bëjnë një bilanç vetes, nuk duhet bërë bilanç i vetes, duhet bërë bilanç i atyre që ke bërë përderisa ke qëndruar në krye të shtetit. Ja, kjo është arsyeja. Çfarë ke sjell deri atëherë? Kur shkon 80 sa vjeç dhe pastaj prap kërkon, të njëjtën gjë, domethënë ke skaduar ti, partia jote, të gjithë tjerë që të kanë ardhur në radhë, se bëni vetëm retorikë politike ose ideologjike, ose fantazmagori filozofike, por s'ke bërë asgjë. Ashtu e ke pasur edhe ti policinë. Ti inkriminuar e të bashkuar me krimin, po kështu ka shenja dhe janë të vërteta që është e bashkuar me krimin. Sado që ka kamera më tepër, ka kontrolle më tepër, shikohen kur lvizin, po sfidohen dhe kamerat. Do thoni ju, ka ndodhur ata që sigurisht nuk duan të alarmohen. Ka ndodhur edhe në për vende tjera. Sigurisht që ka ndodhur, ma patjetër që ka ndodhur. Nuk ka diskutim që edhe në aeroporte edhe në element sigurisht lartë ka ndodhur element të tillë. Krimi do ta bëj punën e vet. Problemi është se nuk duhet të jetë policia brenda. Këtu ishte një policë brenda. Nuk e di për çfarë ishte. Ishte bashkëpunëtor apo e kishte futur policia brenda. Në të dyja rastet është e pasqaruar situata. I kishim një policë brenda. Dhe kjo pastaj të bën që të alarmohesh. Është një nga elementet e këtij lloji krimi, elementet e tmerrshëm të këtij lloji krimi. Derisa sqarohet në një mas, në një mas të konsiderueshme edhe në publik. Zot na lën ne që të prallisim analistëve, këtyre gazetarëve investigativ që janë edhe më keq se analistët ose opinionistët, edhe mozi. Sepse mirë që merren me gënjeshtër dhe me fake newsin, e përdorin atë si duan, edhe një përsëritje të jashtëzakonshme, ne dim, por nuk dim asgjë, por bëjnë edhe politikë, pastaj japin edhe opinionet e tyre, nuk merren
ngushtësisht me informacionin. Mundohen pastaj të bëjnë edhe politikë. Gjë që nuk ju takon atyre, sigurisht. Por nuk duhet na lejnë ne këtë rrumpallëk i cili pastaj shkatron edhe mendet e njerëzve. I degradon ato, i çon në një mundësi të pa anë të budallëkut edhe njëkohësisht edhe të keq interpretimit të çdo lloj gjëje që ka të bëjë pastaj me informacionin, lajmin dhe të vërtetën. Sot një miku jemi thotë duhet kontrolluar, duhet hequr armë. Por armat i ka krimi, nuk ka nevojë popullit të ketë armë. Por ama popullit, nëse ti nuk e mbron, atëherë duhet i japësh armë, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. S'ka kontroll për armë, thotë. Kështu ti bësh një kontroll për armë të një populli i cili ka hapur depot në atë shtat. Depot e ushtrisë vet, me mira pushë. Edhe i kontrolli për armët duhet ndarë policia nga krimi. Nëse policia nuk ndahet nga krimi, atëherë populli duhet armatoset. Domethënë duhet marrë armë lehtë. Aty nuk kishte kush punë me popullin. Nuk po grabisnin popullin. Ishin duke larë sapet me njëri tjetrin, po e pson edhe popullin. Krijon situatën e tillë në aeroport. Nuk kishte punë me popullin, po mund ta psonte populli. Ashtu si e ka psuar bie fjala në Shkodër ose në vende të tjera, element. Kryet një atentat dhe pson edhe një pafajshëm. Krimi ka punë me veten, lanë sapet me veten, po e pson edhe popullin. Nuk është se po sulmohen shumë shtëpiat për të grabitur njerëzit e për të bërë aspekti i dhumës, nuk po ndodh kjo. Edhe krimi i vogël që thonë, i rrugës, nuk është se këtu është në maksimum, i bilesh më pak se në Itali. Problemi është se ndodh ky krimi kështu i madh, i cili shërben për të akseleruar, për të dhënë një bombë në aeroportin e Rinasit, Nën Tereza, një atentat me 2 vrarë, me 2 plagosur, policia kërkon, as kërkon, zero me bisht, aty ka polici, duhet ketë polici. Shkuam kudo në aeroport, duken karabinierët policia në Itali, duken ecin. Ke ne jo, edhe kur ecën në barkalic, që bën me tabel, kot nësi kot, qarkullon të janë qarkullimit, rrezikëzit. Polici, ushtri, gard. E gjithë qendra e Romën ishte e mbushur me 4 polici, karabinierët, policia bashkiake, policia e shtetit edhe i borgheze. Bile dalloshin. Ata që i thonë bon kostume italian. Është një polici e fshetë që nuk dallohet, veçet si gjithë njerëzit. Po është aty. Në zonat e turizmit, në zonat e rëndësisë të veçantë, një aeroport e zonën e rëndësisë të veçantë. Duhet të jenë me armë në dorë. Po pse i nxjerrin në Francë, pse i nxjerrin Charles de Gaulle? Pse në Fiumicino, për çfarë sy i nxjerrin më? Këtu nuk i shef. Apo e kam gabim tash, e kam gabim, me duke folë të ty Sali Berisha. Ore Sali Berisha ja fut kod. Unë mund ta shoh me sy të ballit. Por në këtë pikë kur kërkohet një gjë e tillë, pranoni më gabimin. Pranoni më gabimin, ç'është kjo, si jeni kështu refraktar. Nuk ka fajuj se ai u ka lënë, ai Sali Berisha u ka lënë vetëm, a kupton? Të riqet në gjitha drejtimet, flet marrëzira, do bëj protesta atë. Protesta për hesabet e bluthës tij dhe të familjes tij. Ktu është çështja e vendit më. Duhet ndarë policia nga krimi. Ç'pun ka një AMP-s brenda një makine të tillë, çfarë punet ka? Tash o ka qenë për t'u shoqëruar, për t'u kthyer në një të penduar drejtësisë, dhe këta pastaj i takon të jetë hero ai, rrezikziu, ose pastaj është problem i madh i jashtëzakonshëm. Edhe e dyta ku është policia? Toyota Yaris sot ka shetit gjitha ne, ka shku deri Niki Dashdieg atje. A ka kontroll për me këtu? Duhet bësh alarmin, qofse janë këto policët, siç i them unë, siç janë në gjithë aeroportet e botës, që i shef me armë, ato ngasin vrap, marrin makinat e tyre dhe e ndjekin këtë Toyotën e famshme Yaris. Janë kudo. Çat keq e ka, jo ma janë duket sikur është terror. Nuk duket terror kur e kanë gjithë vendet e botës. Kur e kanë Frankfurt, kur e kanë në Charles de Gaulle, kur e kanë në Heathrow, kur e kanë kudo, mar duken kudo. Ke ne nuk duken. S'është policia më zero. Në ato vende vendoset edhe kundra terrorizmit, edhe kundra këtyre ngjarjeve, edhe për sigurinë e njerëzve, i shohin sigurohen një farë mënyrë. Sepse ka element tillë. Mund dalë një me thik aty dhe fësh i plagos 4-5 vet. Ndodhen deri tash, ndodhen botë, nuk është se ndodhen. Aty kanë vdek 2 vet, ai tjetri burri botës plagosin 12 vet. I futin gjak, i çojnë në spital gjithë me fëmijë, me gra, edhe ajo ndodh në botë. Nuk thot kërkush se janë të pandodhshme këto. Problemi është se ku ka policia. Në cilin anë është?
Edhe njëherë për përsëris, ka qenë një fjalë e mrekullueshme e Silvio Berlusconi dikur, për endin. Do t'jeni mësuar, thotë, që i kishin përpara ti, që këtu është ushtria e krimit dhe këtu është ushtria e të mirëve, thotë, ai populli. Policia, ke ju thotë është mësuar me ne mas popullit. Jo më marr vëlla. Këtu është ushtria e krimit, këtu është populli, policia, organet e vendit janë përpara tyre, i dalin mbrojtje. Ka që morë, po jo, nuk e bani as këtë. Se s'merret vesh se kush dreqen e shkrimi dhe policia. Bashkëpunojnë bashkë, rrinë, plejnë, hanë. Njëherë bëjnë edhe një gjë më tepër, dhe seks. Çfarë s'bëjnë më këta? Thama egzagerohet. Çfarë egzagerimit, mo, kështu është. Kështu është ku mas një lloj aksioni të tillë gjithmonë keni bashkëpunim policisë. Ke një maskarallëk policisë. O e kanë lënë, o kanë kthy qafën, ka kalu makina, e kthen graun tjetër. Ose ka dhënë një lajmërim, hajde se e lirshëm, vazhdo këtu. Kështu është mor. O ka frikë, o është i papagum, o është i rekrutum që në fillim, është dy punësim, merr një rrogë në shtet e një rrogë në krim. Ai bukur, është dy punësim, një rrogë në shtet, një rrogë në krim. Majni mend do ta bëj post. Dy punësim. Duhet larguar kjo. Një rrogë në shtet, një rrogë në krim. Duhet larguar. Duhet larguar se është latar, nuk bën. E përsëris edhe herë, nuk është se s'ndodhen veprime të tilla, por duhet marrë analizë dhe duhet nxjerr ku është e keqja. Sipas meje, e keqja është në shtet ke policia. Krimi atë punë ka. Krimi është gjithmonë krim. Ai duhet të ketë frikë. Jo qytetari, jo shoqëria, edhe jo policia. Por krimi, se do të goditet rënd. Dakord, miq?